Ministri i Arsimit ka rihapur për një ditë aplikimet për formularet A1 dhe A20, dokumentet përmes të cilëve maturantët përcaktojnë lëndët me zgjedhje për provimet e maturës shtetërore dhe aplikojnë për pranimin në universitet. Mundësia u jepet maturantëve të viteve të kaluara, si edhe kandidatëve që nuk kanë arritur të aplikojnë gjatë afatit fillestar nga 5 deri më 7 maj. Aplikimet kryhen në platformën e-Albania dhe plotësimi i formularëve është i detyrueshëm për të gjithë kandidatët që synojnë të konkurrojnë për pranim në institucionet e arsimit të lartë. Blerina Lera, mësues mbikëqyrëse e maturës 2026 në Gjimnazin 28 Nëntori, thotë se gjithsej janë kryer mbi 265 aplikime për të dy formularët. Hapat si për formularin A1, si për formularin A20 janë të njëjtë. Pra hyet tek portali e-Albania dhe nxënësit aty bëjnë aplikimin fillestar, mund ta bëjnë vetë, por ka edhe që kërkojnë asistent. Pastaj unë bëj kalimin nga e-Albania, bëj kalimin e formularit dhe në matura shtetërore. Lera tregon edhe trendin e zgjedhjeve që kanë maturantët për ndjekjen e studimeve të larta. Maturantët që kanë plotësuar formularin A1, më së shumti degët prioritare janë mjekësia, inxhinierinat, inxhinieri ndërtimi, inxhinieri elektronike, arkitekturë. Këto janë përgjithsisht degët më trend që ndjekin maturantët tonë. Përgjithsisht vitet e fundit këto janë degët që janë më në trend nga maturantët. Zgjedhja e lëndëve ndikon drejt për drejt në orientimin akademik dhe studimet e mëtejshme të maturantëve.